Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Kombi dhe mirë se vini në emisionin Realitet të kësaj mbrëmje. Jemi drejt për së drejti nga studio qendrore e televizionit Kombi. Kam të ftuar zotin Ferdinand Muskaj, që është kandidati për deputet i Partisë për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve për qarkun Fier. Mirëmbrëma zoti Ferdinand, dhe mirë se keni ardhur. Mirë se kemi gjetur. Natyrshëm, çdo kush që ka hedhur kandidaturën ka një CV, ka një jetë të tij në profesion, në familje dhe në të gjitha. Për zgjedhësit, për votuesit, cili është Ferdinand Muskaj? Unë quhem Ferdinand Muskaj. Kam lindur në Kreshman dhe banoj në Fier. Vi nga një familje e dy prindërve, një babaj i cili ka qenë punëtor naft, një nene kooperativiste. Kam mbaruar studimet e mesme në shkollën e mesme Lefter Talo Patos në vitin 1986. Në vitin 90 kam mbaruar Akademinë e Rendit Publik. Dhe për 90 deri në prill të 2013 kam qenë punojës polici në strukturat ndryshme policisë shtetit. Gjithmonë shërbim qytetarëve. Po, përse të zgjedhët Partinë për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve dhe përse ju futët politikës nga një jetë në shërbim qytetarëve ndryshe? Kjo është një pyetje e drejtë që ma drejtojnë shumë njerëz, shumë zgjedhës, duke parë gjendjen e vështirë të emigrantëve, si më tan kufirit edhe brenda vendit tonë kur kthehen ata, zgjodha për të përfaqësuar ata, për të qenë në shërbim të tyre, duke pasur një eksperiencë të gjatë në policinë e shtetit, duke njohur mirë legjislacionin, falë arsimit që kam kryer, kam mbaruar arsimin e lartë juridik, kam mbaruar master në drejtimin penal dhe një pjesë e cila qenë për imigracionin. Duke njohur mirë këtë legjislacion, unë e pash veten që aderoj më mirë te Partia për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve. Dhe besoj që në parlamentin e ardhshëm edhe emigrantët të përfaqësohen me një zë në parlamentin i cili për 23 vjet nuk ka përfaqësuar ata. Ata nuk janë të përfaqësuar edhe pse janë 1/3 e popullsisë. Ju e dini shumë mirë, zoti Arben, pse duhet votuar emigrantët. Janë pjesë e shpirtit tonë, janë një pjesë e jetës tonë. Si të tillë, ata duan mbështetje, duan një ligj. Parlamentet për 23 vjet nuk kanë prekur asnjë problem të emigrantëve. Nuk kanë trajtuar asnjë ligj, asnjë konvent, asnjë marrëveshje që të jetë shërbim të tyre. Po, atëherë, meqenëse ju thoni nuk janë përfaqësuar emigrantët, edhe për qytetarët që na ndjekin, mund të komunikosh me qytetarët nëpërmjet kamerës. Përse thoni nuk janë përfaqësuar në një kohë kur secila forcë politike në Shqipëri Po mirë, zoti Arbeni, ka folur në emër të emigrantëve, ka zhvilluar takime me emigrantët si në Itali, në Greqi, ku ndodhet shumica e emigrantëve shqiptar apo edhe në shtetet tjera të Evropës. Po është e vërtet, po a dini që emigrantëve është e mohuar një drejtë kushtetuese e drejtë e votës. Sepse emigrantët mund të votonin shumë mirë. Flitet shumë mirë, është bërë regjistri i zgjedhësve. Ju, unë dhe çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë ka një numër personal, i cili jepet një herë dhe nuk ndryshohet më. Me këtë numër, unë, ju dhe gjithë emigrantët mund të votoni drejt për së drejti me internet, a flasim për digitalizim, a flasim për internet kudo. Ata mund të votoni dhe votat tyre numërohesh, por askush nuk do të numërohet vota e emigrantëve. Cili është kushti? Asnjë forcë politike nuk kërkon, sepse nuk e di se si votojnë emigrantët. Emigrantët kërkojnë një demokraci krejt ndryshe, me rregulla loje. Po u përfol shumë si vjet për të ftuar emigrantët, për të diskutuar madje edhe takime para fushatës elektorale. Po, ka pasur takime dhe ja është dhënë shumë premtime, por asgjë nuk është bërë. Mbas dështimit Radhës, vjen dështimi i Radhës dhe numërimi elektronik Fier. Ju dini shumë mirë, u shtuan partitë, shkruan 66 dhe sot u hodhën miliona euro për këtë investim kaq të madh si në Tiranë dhe në Fier, dhe aktualisht nuk u krye. Po a dini që kjo rëndon në buxhetin e shtetit? Po buxheti i shtetit nga kush paguhet? Nga ne. Fieri është një nga ata që çon në buxhetin e shtetit 1/3 nga të ardhurë. Dhe realisht ka më pak investime. Ju keni parë vetë në zgjendje është Fieri sot. Po. A e njohin këtë forcë politike emigrantët dhe sa është e përkrahur kjo forcë politike tek emigrantët? Mua më vjen mirë që më bëni tillë pyetje. Ne patëm një takim me gjithmonë në komunikim ne patëm një takim me elektoratin ton në Teatrin Mbyllys, ku atje përveç emigrantëve të cilët janë aktualisht janë kthyer për shkak të pasojave ekonomike që ka pa Kosovë, Greqinë dhe mbar Evropën, dhe kishte emigrantë të ardhur apo stafat për të ardhur drejt për partinë tonë, për të votuar partinë tonë nga Anglia e Largët, nga Kanadaja, nga Suedia, domethënë kishte edhe shumë të tjerë nga Italia dhe Greqia. Këta emigrantë e din se kush i përfaqëson do të përfaqësojnë në parlamentin e ardhshëm. Për të mos unë personalisht garoj me emrin tim personal, me dinjitetin tim. Qytetarët e Fierit më njohin shumë mirë. Dhe si të tillë ata në rast se mendojnë që Ferdinandi nuk i përfaqëson në parlamentin, le mos votojnë.
Unë gjithmonë kam qenë shërbim, do të jem shërbim qytetarëve. Dinjiteti dhe personaliteti im do të jetë për emigrantët, duke përfaqësuar ata dinjësisht. Me njohuritë e mia, do të jap zgjidhje për të gjithë problemet, do të jem pranë tyre, sepse nuk ka ndodhur askush. Marrim kur vjen janari, kur emigrantët dhjetor janar, kur emigrantët vinë në Shqipëri dhe shkojnë përsëri në vendet e tyre, askush nuk interesohet për ta. Ata mbajnë radhë të gjata në dogana. A keni parë ndonjë deputet, ndonjë ministër të jetë pranë tyre? Atëherë çfarë do bëni ju për të hequr këtë radhë? Domethënë kur themi ju, forca që ju kryesoni, meqense dolën tek radhët, sepse do të pyes për mjaft probleme që kanë emigrantët. Po, keni të drejtë, është nëse nuk ke përfaqësuar në Parlamentin shqiptar, se do mbështesh. Nuk është zgjidhur Parlamenti shqiptar, normalisht është Parlamenti Evropian, është gjykata për drejtat e njerëzit. Ne do ta çojmë zërin ton, shkallë deri atje ku ta zgjidhin problemin e tyre. Po. A ka struktura të partisë tuaj në vendet fqinj, po themi Itali, Greqi, ku kemi miliona shqiptarë të cilët punojnë, jetojnë, kanë familjet e tyre tashmë? A ka struktura të partisë dhe sa njihet, po ripërsëris këtë pyetje, sa njihet partia juaj? Partia për mbrojtje e drejtave të emigrantëve ka struktura e saj në Greqi, Itali, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Suedi dhe në disa vende të tjera, dhe deri në Australinë e Largët. Po. Ne kemi çuar janë të përfaqësuar vetë emigrantët. Ata kanë krijuar vetë këto lidhje, bashkëpunimi me Partinë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve. Por kjo parti ka dalë me kandidatura serioze, veçanërisht në qytetet e Fierit, në qytetin në qarkun e Vlorës, në qarkun e Durrësit, ku kandidon edhe kryetari i Partisë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve, zoti Ymer Kurti. Ai ishte dëshirë të shvinë sot në studio për arsye shëndetësore, elektorale, nuk mund të ishte sot në studio. Okej, në rregull. Atëherë të ndalemi, shumë flasim për të drejtat e emigrantëve. Ju përmendët muajin janar. Ndërkohë jemi përpara sezonit veror, me shumica e emigrantëve, ku them shumica, sepse sa vjen dhe bjerët të dëshira për të ardhur pranë familjarëve të emigrantëve për arsye ekonomike, të krizës që ka përfshirë Europën, por dhe të problemeve të ndryshme që ekzistojnë për doganat e që juve Po, ashtu si dhe ju, një nga drejtat kryesore të emigrantëve është drejta e njohjes së sigurime shoqërore shëndetësore. Askush, emigrantët kanë punuar sot për 22 vjet në shtetet e Europës, por ato nuk u njihen sigurimin shoqërore. Ata nuk marrin pension as Duke si njerëz pa dhe. Nuk marrin pension as në Shqipëri as në Greqi. Sepse nuk nënshkruhet një marrëveshje midis shtetet ku ata punojnë dhe jetojnë për të marrë pension, leqerie. Ju mund të keni një emigrant i cili në moshën 45 vjeçë ka shkuar në Itali, sot kthehet në Shqipëri në moshën 65 vjeçë, nuk merr pension as në Itali as në Shqipëri, sepse nuk nënshkruhet një marrëveshje midis dy shteteve. Sepse nuk kanë interes në shkrim të marrëveshjes. Për nënshkrim marrëveshjes. Po ku qëndron interesi, meqense interesi nuk njihen, nuk duhen të, sepse një pjesë e këtyre fondeve shkon në buxhetin e shtetit në formë granteve. Prandaj edhe nuk nënshkruan këtë marrëveshje. Ne do të ngremë neve nëpërmjet zërit tonë në Parlamentin e ardhshëm, do kërkojmë që konventa për emigrantët të ratifikohet nga Parlamenti shqiptar. Në rast se nuk të shkojmë, do ta shkojmë në Parlamentin Evropian. Pse disa shtete kanë ratifikuar? Po të marrim rastin e Greqisë, e kanë nënshkruar marrëveshjen me shtetet fqinj. Dhe normalisht ata i përfitojnë të gjitha sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Marrin rastin e sigurimeve shëndetësore. Vjen një emigrant i sëmurë në Shqipëri. Shkon për të vizituar në spital. I thonë që ti nuk ke deri kontribute se ti do të paguash pagesën. Të drejtë kanë spitalet. Pse do të paguajë emigranti? Ku ka paguar, është siguruar? A nuk është kjo një fatkeqësi për ne? Po pse nuk njihen? Sepse nuk ka marrëveshje midis dy shteteve, nuk zbatohen konventat. Konventa gjithmonë do ta dini zoti gazetar, është një marrëveshje e cila është më me fuqi ligjore se ligjet tona. Po, gjithashtu, pa u ndalur në këtë fakt, ne kemi pasur raste që emigrantët shqiptar kanë ndodhur në spitale, ne i kemi ndihmuar ata, por është rasti aktual. Po kthehen mjaft emigrantë në Shqipëri. Ata nuk kanë mundësi të investojnë në Shqipëri. Pse? Sepse ata nuk dinë ku të investojnë. Nuk mbështeten nga qeveria shqiptare. Flitet u fol mjaft që neve do të. Ka një këshillimi pra zyrës punësimit ose të biznesit të gjitha ku ata mund të drejtohen dhe mund të kërkojnë. Po ata të ardhur aty kanë mbyllur në Greqi. Dhe si të tilla nuk kanë të ardhur për të investuar në atë punë që kanë bërë në vendet ku janë. Po, dhe si të tilla ata kërkojnë një mbështetje nga qeveria shqiptare. Është folur shumë për taksa më të ulta, por realisht nuk është bërë asgjë. Në programin e partisë tonë ne kemi theksuar që do të për një periudhë 5 vjeçare emigrantët do të kenë taksa më të ulta.
Nëpërmjet zërit tonë në parlament, do kërkojmë që të bëhet një projekt ligji i tillë. Përveç kësaj, ne nuk dim sa, qeveria shqiptare nuk di sa emigrant ka. Për këtë do kërkojmë nga parlamenti, nga qeveria e ardhshme, të ketë një ministri të veçantë. Quhet Ministria e Emigracionit. Në rast se nuk ka mundësi deri në drejtori e emigracionit, që trajtoj problemin e emigrantëve. Emigrantët kanë një derë ku të trokasin, ku të ketë zgjidhjen problemet e tyre, ku të marrin informacion se çfarë legjislacioni kanë në Shqipëri. Ne do të ngrejmë zërin tonë, domethënë normalisht, sepse zëri nuk ngrihet nëpërmjet rrugës. Si mund të përfaqësohen emigrantët në këtë kontekst që ju thoni, domethënë kur nuk ka një zyrë të gjendjes civile ose nuk ka një regjistër të numrit të emigrantëve? Ju u bë census. E dini se si u bë. Akoma nuk kanë dalë rezultatet. Përse? Ju si gazetar keni marrë informacion? Rezultatet kanë dalë. Po s'kan dalë sa emigrantë janë, ku janë, sa jetojnë në Greqi. Ne kemi informacionet tona, janë 1.368.000 emigrantë. Për tyre pjesa më e madhe është në Greqi, rreth 600 ca, 300 është në Itali dhe të shpërndarë në shtetet e ndryshme të Evropës. Kjo duke parë se këta janë 1/3 e popullsisë, nuk kanë një përfaqësim në Parlamentin shqiptar. Zëri i Partisë Mbrojtje të Emigrantëve do të shkojë në Parlamentin shqiptar. Si mund të integrohen? Thash pak më parë përdorja shprehjen që e përdorin mjaft nga vëllezërit, njerëzit tanë që kur kthehen jemi para dhe. Kur vim këtu dukemi sikur si jemi këtu dhe si përkasim këtij vendi dhe kur ikim andej sërish nuk i përkasim atij vendi. Po, normalisht emigrantët mund të integrohen shumë mirë. Sot anë mbar në botës ka konsullata dhe ambasada. Përse nuk mund të shkoj normalisht një shofer të punojë në këtë ambasadë ose konsullat, një pastrus të jetë një migrant. Aq më lart mund të jetë edhe një atashe kulturor, i cili e njeh mirë, marrim rastin në Francë. Ai ka mbaruar studimet në diplomaci. Ai një kulturë franceze, a mund ta bëjë shumë mirë bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Francës? Kush mund tjetër se ata mund ta bëjnë? Nuk kërkohet as lejë drejtimi sepse janë të pajisur të gjitha, por këto e ulin buxhetin e shtetit. Por çfarë ndodh? Do nuk shkojnë këta, shkojnë militantë të asaj force politike apo dikush tjetër, farefis apo dikush tjetër i cili ka interesa të ngushta për të shkruar. Nuk jam kundra. Ti shkoj ambasadori është i dërguari më i lartë, i përfaqëson shtetin në atë shtet ku shkon. Si e tillë ai do të jetë përfaqësues politik dhe normalisht ne nuk kemi këtë. Por kështu mund të integrojmë, janë ata emigrantë që ku shkojnë në ambasada nuk gjejnë mbështetje në ngrohtësi. Sepse shkoj unë apo shkoni ju, keni jetuar mirë këtu, nuk e dini problemet, nuk e dini shqetësimet, nuk e dini vuajtjet e tyre, i lini në radhë, të paguajnë shvet, edhe që të marrin dokumentat. Po ti je emigrant, të kesh vuajtur, të kesh kaluar kufirin, të kesh ikur në kem, të kesh ikur për dëbor, atëherë do ta pres shumë më mirë ti. Sepse do shikosh vetëm tënde si ke qenë përpara. Si ke vuajtur. Do kujtosh vetë tua dhe domethënë do e lëshosh punën atje. Po. Njëjtat probleme ka edhe në Greqi. Radhë të gjata në ambasadat tona. Më kollaj mund të marrësh një dokument në shtetin grek, sa do jesh në ambasadën tonë. Pse? Sepse nuk janë korrekt. Nuk i din hadhe shqetësime e tyre. I sorollasin, kojnë rrushfet. Çfarë afroni? Cila është zgjidhja sipas? Zgjidhja u thash, të përfaqësohen nëpërmjet Ministrisë e Emigracionit, të çojnë përfaqësuesit tanë emigrantë, gjithmonë me konkurim. Ne nuk themi që do t'i marrim ne nga partia jon, edhe t'i çojnë në këto konsullata apo ambasada. Ne do ta shkojnë për drejt konkurim, po ti je emigrant. Shpenzimet janë më të vogla se ta banesën e kanë. Duke pasur banesën dhe shpenzimet ulen, ne buxheti i shtetit ulet. Një problem tjetër, themi ne që për integrimin e emigrantëve. Sot kthehen me qindra emigrantë në Shqipëri. Fëmijët e tyre nuk dinë shqip. Fëmia pyesja për arsimin. Fëmia nuk di të thrasin nën. Bab. Madje kemi bërë reportazhe në Greqi dhe i kemi pyetur për figurat historike të rinjt, shqiptar të lindur atje, për figurat tona historike deri te Skënderbeu dhe nuk bëhet fjalë për të njohur historinë. Sepse nuk ka ata për 23 vjet nuk kanë pasur një shkollë. A e kuptojnë se bëjnë të fëmijët tanë për të hapur një shkollë për minoritetet e tyre në vendin tonë? Sa luftë e madhe bëhet. Sa rëndësi kushtojnë. Vjen dhe zënës ministri i kulturës në Shqipëri për të hapur një shkollë. Kërkon me shumë forcë, dhe ka drejtë të kërkojë, sepse ai do t'i mësoj gjuhën minoritetit të tij. Po ne, për 23 vjet, a keni parë të hapet në shkollë? Vërtet Partia për Mbrojtje e Emigrantëve ka bashkëpunuar me emigrantë. Me fondet e saj të mbledhura, ka hapur disa shkolla. Por ne do të kërkojmë qeverisë së ardhshme të ketë në buxhetin e saj një pikë të veçantë për arsimimin e fëmijëve të emigrantëve ku ata ndodhen. Sepse një gjë e tillë nuk është bërë deri më sot. Mësuesit janë. A ka shumë mësues emigrantë? Ka.
A njojnë një gjuhën shqipe, e njojnë. Po nuk e të rëndësia, a lejon shteti grek, a lejon ligji i po ne pse du ta lejojmë shtetin grek që hap shkolla për minoritetin, ata mos lejojnë? Përse? Atëherë cilat janë pikat e takimit në aspektet ligjore midis asaj që kërkoni juve? Po normalisht, po drejta, po mund marrim neve shumë mirë, e se s'dis me këtë problem, sepse emigrant kanë drejt shkollon gjuhën e tyre. Siç kanë minoritetet shkollon gjuhën e tyre, është konventa për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, e cila përcakton se çdo kush mund të gjykohet, mund të mësojë në gjuhën e tij. Si e tillë, nëse nuk do shteti atje ku janë emigrantët, normalisht në rrugë institucionale, në Parlamentin Evropian, gjykatë ndërkombëtare, është e zgjidhshme. Hapësira ligjore ka, po kush si ka marrë këto? Si ka marrë askush? Ne me zërin ton do të marrim këtë problem da çojmë deri në fund, derisa të arrijmë. Është e vështirë. A ka shkolla tashmë shqipe në Greqi? Është folur dhe nëpër media që janë çelur disa shkolla shqipe. Dhe sa ndikojnë dhe sa ndihmojnë në këto shkolla? Por nuk është e vërtetë që ka shkolla, po ka kurse. Kurse, nuk ka shkolla, sepse shkolla ai do të mësojë edhe historinë, do të mësojë edhe gjeografinë në gjuhën shqipe. Thjesht mëson alfabetin. Mëson alfabetin. Mëson të thrasin nën bab, të thotë buk, ujë. Këto mëson. Sepse në pjesën tjetër mëson në shtëpi, po ai nuk di kohët e foljes. Cilat janë pikat që ju mbështeteni për arsimimin e emigrantëve dhe për arsimimi i emigrantëve do të kryhet me një grant që do të japë qeveria shqiptare për ngritjen e shkollave në shtetet ku ata punojnë dhe jetojnë. Duke marrë mësues, duke i paguar ta mësues nga qeveria shqiptare normalisht, sepse është në interesin e popullit tonë. Sepse kur kthehen në Shqipëri, ata duke ditur mirë gjuhën shqipe, duke njohur edhe të lëndët e tjera, ata integrohen më shpejt në vendin tonë. Si të tillë, dhe ne do të bëjmë përpjekjet tona maksimale. Një problem tjetër, marrim parasimin aktual sot. Le shumë të dëshiruar. Në veçanti janë çelur edhe në Shqipëri shumë institucione të larta, arsime të lartë, të cilat nuk plotësojnë kushtet reale. Pse nuk i plotësojnë kushtet? Sepse janë mësimdhënia le shumë të dëshiruar. Nuk ka konkurs për të futur, për të arsimuar. Të drejtën për arsimime ka gjithse kush. Po ka drejtën gjithse kush. Dhe mund të zgjedhë institucione se ku mund vetë të arsimohet. Po ju keni parë se kush mund të diplomohesh në një universitet privat. E kanë dhënë mediat e tjera që mund të vi kush do, mund të marrë një diplomë. Kële shumë dëshiruar. Po a di se sa do ndikoj për fëmijët tanë të ardhmen? A dini ju që mbas shumë kohësh një mësues do të jetë jo me arsimin e duhur, do të edukoj fëmijët tanë? Po. Flasim gjithmonë për emigrantët këtu. Po. Sa mundësi kanë që ata të vinë të arsimohen në Shqipëri, të ndjekin universitetet e Shqipërisë dhe çfarë pikash keni ju në projektet dhe në planin tuaj pikërisht për këta njerëz që do të vinë? Dhe që por ja vdesohen shumë për shkak të krizës ekonomike që ekziston. Shumica e tyre po vinë, po kërkojnë të qenë biznesa, por dhe duhet të shkollohen. Por që të shkollohen, ne do i kërkojmë qeverisë ardhshme që ajo të çelë një grant për fëmijët e emigrantëve që vinë në Shqipëri me kurse të diferencuara për të mësuar gjuhën shqipe, për të mësuar historinë, dhe për të marrë disa arsimim të cilat ata nuk kanë marrë në shkollat ku kanë qenë në Greqi, me qëllim që të integrohen. Nuk është në një problem i madh, sepse ata një pjesë të gjuhës e din, sepse kanë komunikuar me prindërit e tyre, por nuk din të bëjnë një fjali të rregullt. Nuk, domethënë duken si të huaj në vendin e tyre. Dhe nëna vjen për të qeshur, por kjo është për të qarë. Po. Do vi një ditë që ata nuk do të dinë atë deun e tyre. Nuk do të njohin atë deun e tyre ku kanë lindur, ku kanë jetuar të parë të tyre. Po. Ne do të flasim edhe për pikat e tjera të programit dhe të projektit të Partisë për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve, por do të lutemi regjis për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe pas hapësirës të shkurtër publicitare takojmë sërish në studio të drejt me të ftuarin, me kandidatin e kësaj force politike për zgjedhjet e 23 qershorit. Unë besoj se çdo qytetar shqiptar ndan me mua mendimin se Shqipëria këto vite të fundit ka ndryshuar shumë. Ajo po zhvillohet. Këtë dëshmojnë autostradat, rrugët, shkollat, spitalet, ujësjellsat e ri. E megjithatë, ne kemi sfida të mëdha përpara. Duhet të punojmë shumë, derisa çdo shqiptar të ketë një jetë më të mirë. Ne jemi të vendosur 4 vitet që vijnë të krijojmë 250.000 vende pune. Dhe për këtë kemi një plan konkret. Ndaj do ftoj çdo shqiptar të lexoj planin ton të punësimit për 4 vitet që vijnë. Në këtë plan, krijimi i vendeve të reja të punës bazohet para zgjithash në rritjen e madhe të investimeve të huaja dhe të vendit në Shqipëri.
bazohet në integrim në mëtejshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë ju siguroj ju se asgjë nuk krijon më shumë vende punës sa ky proces. Në një mbështetje të fuqishme të bujqësisë shqiptare, turizmi, hidroenergjetikën, kaskadet e Vollit dhe TAP, të vazhdojmë së bashku, të ecim përpara drejt Shqipërisë së zhvilluar, drejt Shqipërisë së integruar në Bashkimin Evropian. Së bashku, përpara, me Partinë Demokratike në 23 qershor. Voto numrin 44. Numri vjedhjeve në shtëpi është 2 fishuar. Numri grabitjeve në rrugë është 3 fishuar. Numri vrasjeve dhe plagosjeve është 4 fishuar. Brenda 300 ditëve të para, ne do i shpallim krimit një luftë madhore dhe do të kthejmë rendin dhe sigurinë në vend. Ky është zotimi ynë. Kush shkel ligjin do të përballet me të gjithë forcën e ligjit. Zgjedhja juaj më 23 qershor, Partia Social-Demokrate. Votoni Partinë Social-Demokrate. Voto numrin 35. Partia Social-Demokrate, garanci për të majtën. Voto numrin 35. Partia Social-Demokrate. Atëherë jemi sërish drejt për së drejti në studio. Kemi folur në pjesën e parë për arsimimin për të drejtat e emigrantëve, në bisedën tonë kemi folur mbi problemet që kanë emigrantët, por unë duhet ndarësha në aspektin ligjor. Si në aspektin ligjor? Çfarë ka parashikuar Partia për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve në ndihmesën ligjore, në asistencën ligjore, e cila përfshin ndihmën me avokat, këshillimet ligjore, veprime të ndryshme, të cilat mund të jenë dhe notariale, në lidhje me emigrantët. Dhe çfarë, domethënë si e parashikon një marrëveshje midis qeverisë shqiptare dhe qeverive të vendeve ku punojnë dhe jetojnë këta emigrantë, sepse në fundit është një parafrim dhe domethënë midis paketës kushtetuese ose paketës ligjore të atij shteti dhe paketës ligjore që ka dhe shteti shqiptar. Po. Duhet një marrëveshje ndërkombëtare dhe Po për normalisht duhet një marrëveshje midis shteteve ku aderojnë. Po si është parashikuar? Ne në programin e Partisë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve kemi parashikuar një paketë ligjore. Në këtë paketë ligjore një pikë e veçantë është ngritja e zyrave të avokatisë në shtetet ku punojnë dhe jetojnë emigrantët. Emigrantët do të kenë një mbrojtje ligjore. Një pjesë do të paguhet nga shteti. Pata që emigranti kanë të ardhura më të pakta, ju e dini shumë mirë se çfarë bëjnë shtetet tjera për të mbrojtur qytetarët e tyre. Mund të marrim një rast konkret. Një anije para shumë kohësh u kap në afërsi të brigjeve të Afrikës së Jugut. Kapiteni i anijes u mor dhe u nxor nga shteti ku ai ishte ambasadori që shkoi, ambasadori grek që nxori, ndërsa 3 marinarë shqiptar sot akoma dhe sot e kësaj dite janë në burg. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Sepse fajin kryesore kishte kapiteni i anijes, por nuk e lidhin problemin, ishin fajtor apo jo emigrantët, por nuk patën një mbrojtje ligjore, nuk pati dikush që të shkonte të thoshte për problemet që ata kishin, që t'i sqaronte, të t'i informonte se çfarë duhet të ndiqnin. Kjo është për të ardhur shumë keq. Po sa emigrantë ruhen nëpër burgjet e Greqisë? Çfarë bën shteti shqiptar? Asnjë gjë. Nuk merret masa që një pjesë e tyre mund të transferohen në burgjet shqiptare. Ka marrëveshje me shtetin grek, me shtetin italian për transferimin e dënuarve në vendin tonë. Por këto marrëveshje janë përciptash, nuk janë të detajuara se kush mund të vuajë burgjet në shtetin tonë dhe kush mund të vuajë burgjet në shtetet e huaja. Gjithashtu, ata kërkojnë mund të ketë marrëveshje që një pjesë e gjyqeve mund të zhvillohen në Shqipëri. Për ato verë penale të cilët parashikohen midis dy shteteve. Gjithashtu, një rëndësi të veçantë, Partia për mbrojtjen e emigrantëve do i kushtoj ngritjeve të pikave të cilat ata të jenë të njohur me një asistencë ligjore dhe si të mbrohen. Kjo do të një mbështetje financiare. Do të kërkojmë parlamentin të ardhshëm nëpërmjet Ministrisë së Emigracionit ose Drejtorisë së Emigracionit që të ngrihet një farë grandi që emigrantët të vijet ndihmë. Janë ata emigrantë për 23 vjet rresht kanë mbajtur buxhetin e shtetit, merrin financat e tyre. Ata kanë ndërtuar të Shqipëri që kemi ne sot. Ju mund ta keni parë spotin ton.
për ju që ndërtuat Shqipërinë. Po do t'i lutësha Regjis, me që zëmë përmendi spotin, mbas hapësirë, do më thënë hapësirën e dytë publicitare, le të kemi spotin e kandidatit që neve kemi këtu. Po. Ne kemi spot shumë domethënës. Një shtëpi të vjetër dhe një shtëpi të re. Janë atë emigrantë, me djersën e tyre, me punën e tyre, që ndërtuan këtë Shqipëri që jemi sot. Përse sot ekonomia shqiptare vuan? Vuan sepse nuk ka reminanca në buxhetin e shtetit. Dhe si të tillë, nuk buxheti i shtetit ndjen. Po edhe dërgesat e emigrantëve gjatë kësaj kohe janë shterur drejt janë shterur sepse normalisht kriza ka bërë punën e saj. Por në një farë mënyrë janë rritur dërgesat në formën bankare. Por nuk ka në Shqipëri një bankë që quhet Banka e Emigracionit, që emigrantët me të ardhurat e tyre të investonin dhe të vinë në funksionet e vetes tyre. Mund të marrim rastin konkret. Shumë emigrantë, të cilët kanë punuar në shtetet nga ata vinë, njohin shumë procese pune të cilët mund t'i kryejnë shumë në Shqipëri. Mund të keni shkuar për gjatë rrugës së re që është nga Levani për në Tepelen. Keni parë ju shumë serat në mbledhje me lule shtryte? Po prodhimi këtyre ku shkon? Nuk shitet. Është investuar, emigrantët kanë projektet e tyre, kanë punuar dhe të ardhurat e tyre i kanë hedhur për të pasur një ekonomi në ndihmës të tyre, por nuk promovohet. Nuk promovohet, sepse prodhimi nuk shitet. Në këto komuna ku ata punojnë janë të punësuar militant. Nuk ka agronom, nuk ka veteriner që t'i drejtoj se çfarë duhet të mbjellin, të bëjnë analizat e tokës. Dhe duke organizuar në ferma, siç kanë pasur në shtetet ku ata jetojnë, por duke pasur në ferma, mbledhet një lloj kulture e cila kjo zonë prodhon, Ministria e Bujqësisë të bëjë promovimin për shitjen e prodhimit. Prodhim ka dhe nuk shitet. Janë dhënë shumë grande në për ullirin. Prodhimi si vjetëm, a keni parë ku shkoi ullirit, çfarë çmimi shkoi? Sepse nuk njihet në tregun botror. Nuk ka promovim nga Ministria e Bujqësisë që këto prodhime të shiten dhe që të ardhët nuk shkojnë atje ku duhen. Ju sa po përmendët tashmë bujqësinë, dhe unë do të bëja një pyetje në lidhje me bujqësinë, në projektet dhe në programin e partisë që ju përfaqësoni dhe për cilën kandidoni. Shumica e emigrantëve shqiptar janë punësuar në shtetet fqinj në sektorin e bujqësisë. Ku flas sektorin e bujqësisë, jo vetëm në atë që ju përmendët në kultivimin e lule shtrydhes, e cila tashmë është futur në rrethin tonë, zonën e Frakullës, në kultivimet kulturave të ndryshme, të bostanoreve, perimoreve, etj. Atëherë, si dhe çfarë do të bëhet që kjo kulturë pune, kjo lloj shkolle pune në Greqi të kaloj dhe të vi këtu në Shqipëri, në tokat që ata kanë emigrantët për të promovuar dhe për të prodhuar me djersën e tyre. Siç u përmenda pak më lart, emigrantët janë punësuar në ferma në shtetet nga ata vinë. Duke ditur se si organizohen këto ferma, emigrantët duke pasur një mbështetje, si u thash pak më lart, nga qeveria shqiptare me taksa më të ulët për një periudhë të caktuar kohe, ne kemi lënë programin tonë për 5 vjet, ata të kenë taksa sa më të ulta dhe vërtet ata do të organizohen, do të prodhojnë, por ky prodhim duhet promovohet nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, që në tregun, që të shkojë gjej tregun e dur që të shpëtoshitur. Ata e dinë mirë se çfarë duhet mbjellin. Por duhet të jenë edhe komunat ku ata janë, të cilat të promovojnë të gjithë këto njohuri që kanë marrë në shtetet nga ata vinë. Ne njohim shumë emigrantë që kanë një kulturë pune. Ata janë mësuar të punojnë, sepse të gjithë emigrantët kudo që shkojnë janë punëtorë. Janë ata që me punën e tyre kanë ndërtuar banesat në Shqipëri, kanë sjellë të ardhurat në Shqipëri. Edhe ku nuk kanë pasur të ardhurat për prindët e tyre, për nënat e tyre, për gjyshët e tyre, për fëmijët e tyre, ata kanë sjellë të ardhur që të jetojnë në sa më mirë. Sot çfarë kërkojmë ne nga ata? Çfarë kërkojmë nga ata prindër? Ti votojnë ata. Të votojnë numrin 30. Duke votuar numrin 30, ata votojnë Partinë për Mbrojtjen e Drejtave të Emigrantëve. E çojnë zërin e tyre në Parlamentin shqiptar. Se ndihen të përfaqësuar, por ata në të ardhmen do të jenë një forcë e madhe. Forca e cila do të jetë në qeverisin e ardhshme mund të jetë 2, 3, 5, 10 deputet nga Partia për Mbrojtjen e Emigrantëve. Po ne kemi një tretën e popullsisë shqiptare emigrantë, e cila po të votoj, do të ketë përfaqësues të saj real. Do të ndihmoj në demokracinë shqiptare. A do të kemi emigrantë që do të vinë dhe do të votojnë? Cilat janë? Do të thonë, kjo është një pyetje
Fatmirësisht të nderën e kanë bërë të tjerët, duke organizuar takime, duke folur për emigrantët, por emigrantët janë shumë të ndjeshëm. Ata e dinë se është demokracia, e dinë që është ligji, e dinë që është shteti. Ata më 23 qershor do të votojnë masivisht Partinë për mbrojtje të drejtave të emigrantëve. Askush nuk do të jetë i turpëruar që të votojë Partinë për mbrojtje të drejtave të emigrantëve. Pse? Sepse ata votojnë që mbesa të flasë shqip, që nipi të flasë shqip, të thotë nen, bab, që prindit të kenë pranë fëmijët e tyre në këto ditë vere, po ata nuk i kanë dot. Nuk i kanë për një arsye madhore, nuk kanë pasaportë. Si do zgjidhet? Cili është problemi? Pasaportat mund të pajisë çdo shtetas me pasaportë. Po janë pajisur, po a e dini ju që në pasaportat e reja nuk e zgjidhet opsionin Schengen? Që do të thotë që nuk shkruhet në gjuhën anglisht emri i vendbanimit ku ka i lindur. Të si të tillë, qeveria greke her pas here i ndalon mos vinë në Shqipëri, sepse duke ardhur gjatë muajit pranverës në Shqipëri, ata lënë të ardhurat tek prindët e tyre, sepse ata janë pranë familjes. A do të thotë që familja? Ata i kanë jetë shenjë. Akoma në shqiptarët gjenë më shenjë në familjen. Po. Dhe ku qëndron, domethënë, ju thot parimi Schengen, si mund të zgjidhet dhe çfarë mund bëhet? Do provohet pasaportë tjetër? Shumë e thjeshtë, ne do t'i kërkojmë qeverisë së ardhshme të gjithë emigrantëve, të cilët u ka bërë pasaporta të gabuara, sepse nuk është faji tyre. Po. Të dëmë shpërblen duke dhënë pasaportë re. Por zëri jonë nuk do të ndalet derisa këta qytetarë të ndershëm që me punën e tyre, me sakrificën e tyre kanë paguar të pasaportë. A e dini sa kushton një pasaportë në përfaqësi diplomake? 100-405 euro. 3 fish një pasaporte. Po sa që nga posta për shkruan nga këtu deri në Greqi, është për të ardhur keq. Këto probleme do t'i ngrejmë deri në parlament. Por duke qenë një zë i fuqishëm, siç është Partisë për mbrojtje të emigrantëve, të gjithë emigrantët përfaqësohen atje. Dhe thashë pak më lart, askush nga ata që mund të ketë dhënë fjalën një përfaqësuesi të forcave politike, nuk do të ndjehet të prurë po të votoj për vllain e tij emigrant, për motrën e tij emigrant, për nënën e tij emigrant. Sepse duke votuar këtë parti, ata i rrisin dinjitetin vetes, i rrisin prestigjin vetes. Sepse Ferdinandi po mos kishte dinjitet, nuk vjen në këtë studion tuaj, dhe as në studio televizive të përfaqësonte ata. Ata më kanë zgjedhur dhe unë vot besimin e tyre do ta çoj në parlamentin shqiptar. Me forcën e zërit, me forcën e ligjit, unë do t'i mbroj në të gjitha instancat që ata kanë nevojë. Po. Shqipëria në vitet e fundit ka një përparim turistik në drejtim të turizmit dhe po përpiqet që të thithë sa më shumë turist, jo vetëm në sezonin veror, por gjatë gjithë vitit, duke pasur parasysh si turizmin detar, si turizmin malor, si turizmin historik. Atëherë, shumica e emigrantëve janë të punësuar në industrinë e turizmit në shtetet e ndryshme perëndimore ku jetojnë dhe punojnë. Çfarë është bërë dhe çfarë është parashikuar nga partia e juaj për të thithur pikërisht jo vetëm shkollën dhe punën e bërë atje, por për të thithur këta lloj emigrantësh që të investojnë në industrinë e turizmit në Shqipëri, e cila është në fillesat e saj. Po, siç thatë dhe pak ka shumë emigrantë që kanë punuar në turizëm, por në qarkun tonë është parë duke se s'mund të bëhet turizëm. Flitet shumë që ka shumë turistë në Shqipëri, por shumë njerëz nuk ndajnë dot fjalën turist nga pushues. Turist quajnë edhe emigrantët. Do të thonë emigrantët nuk pas kanë atë. Emigrantët që vinë në Shqipëri janë quhen pushues, sepse ata vinë për të pushuar pranë familjet të tyre, ndërsa turist quhen të gjithë ata që vinë nga një shtet tjetër për të vizituar Shqipërinë. Në qarkun e Fierit, si mund të investojnë të emigrantë? A keni qenë ju ndonjëherë zoti gazetar në fshatin Hasturkas? A keni qenë ndonjëherë në fshatin Pish? A keni qenë ndonjëherë në Darzes? A keni qenë ndonjëherë në Seman? Mund të bëhet turizëm? Jo. Sepse nuk ka infrastrukturë. Si mund të investojnë të emigrantë? Ku infrastruktura e këtyre zonave është shumë për të ardhur keq. Dhe nuk ka se të investojnë. Ata kanë programe, ne duke njohur mirë për punët që kanë bërë, i kemi orientuar, por në qytetin tonë nuk ka shanse për të investuar në turizëm, sepse nuk e lejon infrastruktura rrugore. Unë kam qenë në çdo fshat të qarkut Fier, fatmirësisht e njoh mirë,
qytetarët më njohin mirë, më kanë parë pranë familje të tyre, u kam sqaruar programin e Partisë së Mbrojtjes dhe Emigrantëve, qartë dhe prerë. Zoti Ferdinand nuk bën premtime. Premtimi i Ferdinand është që ti përfaqësoj drejtësisht, ti mbroj ligjërisht. Dhe do të mbroj ligjërisht në Parlamentin e Shqiptar. Nuk mund të them që do të vi të jap një intervistë në këtë studio mbas marrjes së mandatit, sepse kam deklaruar në një studio tjetër, për të qenë korrekt, dhe jo si shumë të tjerë, që thonë në çdo studio që shkojnë thonë do të vi të jap deklaratën e parë në studio kur ata japin emisionet. Ju më falenderoj dhe kërkoj ndjes, nuk kam përmendur në një takim që kemi bërë me elektoratin, nga kjo studio të miqësore. Falenderoj gjithë gazetarët që na kanë mbështesur dhe na mbështesin, pavarësisht se mundësitë tona si parti nuk janë që ju të na ndiqni, sepse për të dhënë një emision televiziv duhet paguar dhe aq më shumë në fushatën elektorale. Falenderojmë të gjithë ata që na kanë mbështetur dhe do na mbështesin. Ne, populli i Fierit, zgjedhësit e Fierit, do të votojmë për bijtë e tyre, për baballarët e tyre, dhe unë jam krenar që i përfaqësoj ata. Po. Unë të falenderoj që ishit sot në studio. Falenderit e në emër të teleshikuesve dhe të kërkoja mesazhin që mund të drejtoje pavarësisht se gjatë gjithë bisedës të drejtoje mesazhin të votoj numrin 30. Dhe në radhë parë vjen një falënderim i veçantë për ju si gazetar, për televizionin Kombi, i cili më dha mundësinë që të shpreh mendimet e mia drejt për së drejti me qytetarët, nena, prindër, baballar. Votoni Partinë për Mbrojtje të Emigrantëve. Që fëmija ju të flasë shqip, ta keni pranë. Faleminderit. Faleminderit zoti Muskaj, do t'ju uroja suksese si çdo kandidati që vjen në këtë emision, suksese në zgjedhjet e 23 qershorit dhe njëkohësisht do t'ju uroja suksese edhe në jetën tuaj familjare dhe personale. Faleminderit. Atë shikues të televizionit Kombi, kjo ishte biseda e realizuar me kandidatin për deputet për qarkun Fier, zotin Ferdinand Muskaj, që është kandidat i Partisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve. Faleminderit që ishit sot në këtë emision. Bashkë do të takohemi në netët e ardhshme me të tjerë të ftuar. Natë e mirë.